Obojisa e orkestrës së operës dhe baletit kombëtar, Tatjana Petrushevska, është suspenduar nga puna nga ana e drejtorit Oliver Arsovski, madje e njëjta është dënuar edhe me 50% të rrogës. Nën emocione dhe e stresuar, Petrushevska ka mbajtur konferencë për media, nga ku tha se ajo është suspenduar në mënyrë të palishme nga puna. Sipas saj, suspendimi është e bërë në kundërshtim me procedurat ligjore, pa bazë juridike dhe me shkelje të rënda të drejtave të punjonësve. Kërcënime kanë marrë edhe kolegët e mi, të cilët kanë dalur në mbrojtje për mua. Kërcënime pranojmë edhe deri ditën e sotme, duke përdorur fjalë më vulgare të ulta drejtuar neve çdo ditë. Sot, 15 vite pas emërimit të Arsovskit si drejtor, përsëritet i njëjti terren. A unë gruaje, e para soliste, e para oboiste. Isha me siguri zgjedhja për mobbingun më të madh. Petrushevska, e cila është pjesë e OBN-s për 30 vjet, thosë se dirigenti gjatë provës e kishte akuzuar se nuk luante me kohë me instrumentin, edhe pse sipas saj kjo nuk ishte e vërtetë dhe më pas janë bërë kërcënime se mund të ishte shumë keq dhe ishte kërkuar të largohet nga prova. Pas përplasjes, ajo ka marrë ndalim për hyrje në institucion gjatë kohës së procedurës disiplinore. Ndërkaq, nga institucioni reagojnë se këto janë dezinformata dhe shpifje të hapura që Tatjana Petrushevska po i shpërndan ndaj institucionit dhe drejtuesve të tij.